Rrëfimet e një qyteti është shkruar për gati një çerek shekulli, sepse fal punës time si gazetar kam takuar plot njerëz, një pjesë prej tyre janë bërë objekt i shkrimeve të mia. Janë njerëz të thjeshtë, njerëz që nuk i kanë rënë gjoksit për punën e tyre, përkundër se e kanë quajtur një gjë normale. Dhe kujtoj një mjeke shumë të njohur, të cilës i kërkova që të bëj një shkrim për të, mu përgjigj, po nuk kam bërë asgjë më tepër se sa detyrën. Në libër ka mjek, ka detar, ka historian, ka arkeolog, ka piktor, ka sportist, janë të gjithë njerëzit e qytetit dhe mua më vjen mirë që në këtë prag fund viti bëhen bashk për t'i treguar edhe një herë qytetit se i kemi, po themi, vlerat tona prej kohësh. Si lindi ideja për t'i bërë bashkë në një përmbledhje të gjithë këto shkrime të botuara në periodik të kohës, në media të ndryshme ku ju keni punuar për gjatë karrierës së gjatë në gazetari? Bëhet krejt natyrshëm, vjen një moshë në cilën njeriu e kupton se ka një bagazh që nuk është më i veti, por i duhet dhënë në mënyrë të përmbledhur të gjithë atyre që kanë vlera. Ky libër nuk do të kishte këtë pamje që ka, nëse nuk do të ishte puna e ekipit të shtëpisë botuese Josef, dhe mbi të gjitha, nëse nuk do të ishte gati një lloj pune vetmohuese e të udhëtimës, që nuk është vetëm redaktore e këtij libri, po është njëkohësisht njeriu që i ka sistemuar të gjithë tregimet, ju më pyetët se sa janë 75 të tilla, i ka sistemuar shumë mirë dhe i ka pajisur me një fjalë hyrëse shumë me vlera dhe nga ana tjetër edhe me treguesin e emrave, çka e bën botimin krejtësisht veçantë. Ky është libri i dytë që sjell Kabashi, dhe nëse i pari bënte bashkë artistët e qytetit, i dyti bën figura, histori të trashëgimisë kulturore të qytetit dhe jo vetëm, i bën bashkë në një vëllim të dytë të tij. Të dy këto libra e bëjnë gazetarin Gëzim Kabashi një autor të mirëfillt dhe lajmin të cilin ai e ka sjell i hedhin dhe cimentojnë në një mjedis tjetër në atë që mbetet libri dhe që do t'i mbetet brezave. Çfarë i vjen lexuesit dhe çfarë merr ai në duar, merr një kujtesë të qytetit, sepse Gëzim Kabashi jo vetëm i ka mbledhur, i ka sjell bashkë këto shkrime, këto rrëfime, por e ka bërë edhe lexuesin, e ka bërë bashkëudhëtar emocional në to. Ky libër, Rrëfimet e një qyteti, mund të jetë një dhuratë shumë e bukur për të afërmit, për miqt, për familjarët që duan të njohin jetën e qytetit, pulsin e këtij qyteti mijëravjeçar.